që shquhemi për popull I cili kërkon lider të fortë, e që të tillë mungojnë fatkeqësisht partive opozitare dhe për më keq të njëjtat kanë tashmë edhe probleme të brendshme, sepse të dy partitë do të hyjnë në një cikël të reformimit të brendshëm, që unë besoj si pasojë të parë do ta kenë përkrajën e tyre për një figurë të presidentit, që me shumë gjazë do të jetë Zonja Osmani, sepse unë vlerësoj që opozita do ta përkra të paktën disa prej tyre, mbase jo në unison, por disa prej deputetëve do ta përkrajnë, për shkak se në radhë të parë unë besoj opozita ka të qartë që Zonja Osmani është figura me cilën zoti Kurti e ka të sigurt fitoren edhe në zgjedhjet e ardhshme, nëse ajo do të jetë pjesë e garës, që duket që në rast se nuk do të zgjedhet presidenti do të jetë, e kjo vlen më shumti për LDK-n. E në anën tjetër, problemi është që partitë opozitare deri më sot çastin e tyre në raport me çështjen e presidentin e kanë pasur e duam këtë kandidat ose se duam këtë kandidat, por nuk kanë ardhur me kandidat tyre. Pra ne edhe sot e kësaj dite nuk e dim kush do të ishte kandidat I përkrahshëm nga ana e partive opozitare. Aq më pak nuk e dim se cili do të ishte figura apo kriteri mbi bazën e cilit këta do të japnin votat për presidentin e ardhshëm. Osmani mund të rahat se do të bëhet presidenti, se shohim që është aktivizuar shumë në platforma të rrjeteve sociale. Unë besoj që Kosova nuk bën fushat për president, por është legjitime që ajo të bëjë. Tash është një vije holl ndarse në mes të legitimitetit bërit PR për punën tënde, por edhe shfrytëzimit të resurseve publike, në këtë rast videove që po xhirohen, që duket se janë qartazi për një lloj fushate presidenciale. Sepse në fund të fundit këto video I shohin qytetarët, por presidentin e zgjedhin deputetët. Diskutimet dhe fushata thënë kushtimisht duhet bëhet në raport me deputetët. Jo vetëm raport me qytetarët, edhe pse unë e kuptoj idenë që kjo të jetë formë presioni ndaj deputetëve përmes votuesve të tyre, por në rastin e zonjës Osmani është e qartë që nëse jo në këtë përpjekje, ajo do të ketë gjasa të mëdha që të jetë sërish kandidate edhe në rast të një cikli tjetër zgjedhor, që do të ndodhte diku nga muaji prill, që si periudhë mbase do të jetë e konvenueshme prapë për shkak të disa pushimeve që janë pranverore në diasporë e që sërish do të mund të rezultonin me ardhje të diasporës që normalisht si kartë më së shumti shkon për shtati lëvizjes dhe vendosje në situatën e tanishme.